Një pyetje thot: Assalamu alaikum, hoxhi nderuar, Allahu të dhashtë për mirësive të tij. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allahu i dhënë të dyve të gjithëve të mira. A mundet një përgjigje për ata që pyesin a është më përpara feja a kombi dhe japin përparësi kombit? Shikoni, ai njeri që i beson Allahut dhe i beson ditës së gjykimit, nuk i parashtron këtë pyetje asnjëherë. Por edhe nëse nuk beson dhe ka mençuri, nuk e parashtron këtë pyetje. Do të thënë ata që kanë mend nuk e parashtrojnë. E parashtrojnë ose ata që kanë mangësi në mendje, ose ata që duan vetëm të bëjnë zhurmë dhe manipulime me njerëzit. Kjo pyetje me të vërtetë nuk ka asnjë logjik, as kombëtare, as fetare, as filozofike. Nuk ka bazë askund, sepse njeriu do thot nuk e mohon kombin e vet, edhe aty ku ka lindur tregon se është prej atij kombi, por e kërkon shpëtimin e vet për në ahiret. Do të thënë ai që beson se ka jetë pas vdekjes, pra nuk po flasim me mosbesimtarët ose ateistët, ata nuk e din as komb çka është as fe. Por njerëz që besojnë se ka botë tjetër, pa tjetër se e kërkojnë rrugën e shpëtimit. Pa marrë parasysh çfarë besimi kanë, dhe pa marrë parasysh çfarë kombi kanë, nëse janë të interesuar për veten e vet, për shpëtimin e vet, dhe kanë mend, do të thonë e kërkojnë fen e cila është e saktë që ka zbritur nga Allahu subhanahu wa taala, nga Zoti krijuesi. Dhe e ndjekin atë fe me qëllim që të shpëtojnë, ta fitojnë kënaqësinë e Allahut dhe të shpëtojnë në botën tjetër. Kjo është, thot patjetër se duhet ta di njeriu se jeton në këtë jetë të shkurt që ta arrijë shpëtimin e vet. Dhe nuk jeton këtë jetë që ta ndërtojë këtë jetë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shembull, është se njeriu në këtë jetë është si një udhëtar që ka qëndruar në një hije. Do të thënë tani të shkojmë aty udhëtarin ta pyesim, a është më e rëndësishme synimi për ku je duke shkuar dhe rruga në për cilën je duke ecë, apo kjo hija ku ke qëndruar? Kështu është, do të thënë pyetja për këtë, wallahu a'lam.